Astronomia e astrologjia e vitit 2026, Merkuri retrograde, datat dhe kuptimet reale. Në vitin 2026, planeti Merkuri, i njohur si mesazheri qiellor që sundon komunikimin, teknologjinë, udhëtimin dhe marrëveshjet, duket sikur lëviz mbrapsht në qiell 3 herë. Ky fenomen quhet Merkuri retrograde dhe astrologjia e konsideron një periudhë reflektimi, rishikimi të planeve dhe riformulimit të fjalëve dhe veprimeve që tashmë kemi hedhur në botë. Merkuri në Peshë, 7 shkurt. Mes prill 2026, pse ky tranzit zgjat kaq gjatë dhe çfarë po na mëson realisht? Normalisht, Merkuri, planeti më i shpejt në astrologji, kalon një shenjë për rreth 2-3 javë. Por kur ai përgatitet për retrograd, ritmi i tij ngadalsohet, ndalon, stacionon dhe më pas kthehet mbrapsht në të njëjtën zonë të zodiakut. Kjo është arsyeja pse në vitin 2026 ai qëndron pothuajse 2 muaj në Peshë. Në terma simbolik, kjo do të thotë, kur një energji zgjat më shumë se zakonisht, ajo kërkon vëmendje të thelluar. Në astrologji, Merkuri retrograde nuk është një gjë magjike, por një ilusion optike ku duket se Merkuri ecën mbrapsht në qiell për disa javë. Astrologët e lidhin këtë fenomen me kohë kur komunikimi bëhet më i ndërlikuar, kontratat mund të keqkuptohen, udhëtimet mund të vonohen, teknologjia ose dokumentet kërkojnë rishikim. Në mënyrë metaforike, këto periudha janë si kohë pauze astrologjike, ku jemi të ftuar të rishikojmë, riparojmë dhe përforcojmë planifikimet para se të vazhdojmë përpara. Si ta përdorësh këtë energji në 2026? Reflekto mbi marrëdhëniet që ndjehen të brishta, rishiko planet e punës ose kontratat për detaje të harruara. Mos nënshkruaj dokumente të mëdha pa i lexuar 2 herë. Përforco komunikimin emocional me njerëzit që do. Shfrytëzo periudhat për introspeksion dhe riparime, jo për nisje radikale. Pse ky tranzit është vendosur para hyrjes në Dash? Peshqit mbyllin ciklin astrologjik, Dashi e hap një të ri. Kjo do të thotë se përpara një fillimi të ri, kërkohet pastrim energjetik, mbyllje ciklesh, pranim i realitetit, lirim emocional. Është si pranvera që vjen pas një dimri të gjatë të brendshëm. Rreziku i kësaj periudhe, kjo energji është e bukur, por jo e padëmshme, mund të sjellë idealizim të tepruar, shpërqendrim, vendime të paqarta, shmangje nga përgjegjësitë, shpërdorim. Energjia emocionale, veçanërisht gjatë retrogradës, duhet të rilexoni dokumentet, të shmangni vendimet impulsive, të mos besoni verbërisht premtimeve. Të mbani kufi emocional të qartë. Çfarë është ideale të bëni në këtë periudhë? Meditim, ditare personale, punë kreative, terapi ose vetë analizë, falje dhe mbyllje marrëdhëniesh të papërfunduara, riorganizimi planeve të brendshme. Kjo nuk është kohë për nisje agresive projektesh të reja, është kohë për rregullim të brendshëm. Mesazhi thelbësor i Merkurit në Peshë 2026. Ky tranzit nuk është për të ndërtuar diçka të re, është për të kuptuar çfarë duhet të lihet pas. Në fund të mesit të prillit, kur Merkuri të dalë nga Peshqit dhe të hyjë në territor më aktiv, shumë prej nesh do të ndjejnë më shumë qartësi, më pak mjegull, më shumë vendosmëri, më pak iluzione, sepse ndonjëherë, përpara se të ecësh përpara, duhet të kalosh përmes mjegullës.